Që në mëngjes herët automjete, kryesisht autobus me përkrahas të Partisë Demokratike janë nisur nga qyteti i Shkodrës në drejtim të Tiranës për të marrë pjesë në protestën masive që u zhvilluan në kryeqytet nga Partia Demokratike. Nisja e autobusëve është bërë në mënyrë të organizuar nga kryesia e Partisë Demokratike. Antarët e kryesisë janë marrë me organizimin që prej disa ditësh, ndërsa drejtuesit kryesorë të selisë blu në Shkodër i kanë bërë thirrje qytetarëve që t'i bashkohen marshimit në kryeqytet. Kreu i Demokratëve në Shkodër Ramis Çobaj ka theksuar se protesta do të jetë paqësore, ndërsa shpreson që protestuesit të mos provokohen nga forcat e policisë, pasi mund të ketë incidente. Sipas për llogaritjet tona, sipas informacioneve që kena marrë nga strukturat e Partisë Demokratike, sot drejt Shkodrës, të organizuara pikërisht nga strukturat janë 2200 persona deri 2500 maksimumi. Dhe ne shpresojmë që 500 deri në 800 veta tjerë nga eksperienca e kaluar do shkojnë pavarësisht të organizuar nga ne. Domethënë shifra që duhet të shkojnë sot pak në Shkodër, shkojnë 3000 deri në 3300 persona vetëm nga Bashkia e Shkodër. Dhe qëllimi tashmë dihet e kena bërë publike, qëllimi është që të shkojmë në zgjedhje pa Edirame. Protesta do jetë paqësore, nuk e di a do ketë incidente, nëse do provokohen protestuesit edhe mund të ketë, shpresoj që mos provokohemi, qoftë atje, qoftë edhe rrugës. Nga ana tjetër, forcat e shumta policie kanë shoqëruar automjetet e përkrahëse të Partisë Demokratike. Në kryet Bushat, forcat e policisë kanë ngritur një postoblok ndërsa kanë kontrolluar të gjitha automjetet që kanë lëvizur në drejtim të Tiranës. Gjatë kontrolleve nuk janë shënuar incidente me efektivitet e policisë.